A mund na thoni shkurtimisht cilat janë punët e haxhit? Punët e haxhit që të jetë më e kollajshme për dëgjuesin. Ditën e 8 të muajit Dhulhixhe, pra 2 ditë para Kurban Bayramit, muslimanët shkojnë në Mina. Është prej suneteve të haxhit që të shkohet në Mina dhe të rihet Mina, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka mendim që thotë është vajib me shku, po ne po themi ke suneti. Dhe i bëj thirrje të gjithë atyre që i bëjnë haxhin muslimanëve. Sunetet e haxhit o njerëz bëhen një herë në jetë. Ju që nëse një çun i ri nuk i fali herë sunetet bëhet nami, e merrni për gojë gjithë jetën, thotë që ka dalë nga Islami. Ndërsa juve ju jepet mundësive që muslimanëve të bëni sunetin e haxhit dhe nuk i çoni musliman në çadër, po i leni në hotel. Frikësojeni Zotit. Pra edhe nëse do të ishte vajtja ditën e 8 në Mina, sunet, kjo nuk do të thotë që nuk duhet bërë. Sidomos kur bëhet fjalë që organizatorët e haxhit janë institucionet fetare që përfaqësojnë Islamin. Ata duhet të jenë më kompetentët, më korrektët. Po ka harxhim, harxhohen parat, po, kjo është e vërtetë. Po feja nuk është para. Feja është i shërbesh. Njerëzve që ke marrë në qafë dhe ke marrë në përgjegjësinë për të bërë haxhit. Ditën e 8, jo më tërë shkohet në çadra. Atje falen namazet dhe rihet deri në mëngjesin e ditës së Arafatit. Dhe në mëngjesin e ditës së Arafatit haxhit duhet nisen nga Minaja në Arafat, jo nga hoteli në Arafat, po nga Minaja në Arafat, siç është tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para lindjes diellit, sepse i dhujtarët dilnin mbas lindjes diellit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri ndryshe. Para lindjes diellit nisën për në Arafat. Nëse është mundësia, se nëse vonohen ato buzat është tjetër çështje. Dhe shkohet në Arafat. Rrihet në Arafat gjithë ditën deri në akşam. Në Arafat bashkohet dreka me ikindin dhe gjithë koha kalohet në lutje dhe në dua, ka dhe ligjërata e Arafatit, dhe gjithë koha pastaj kalohet në lutje dhe në dua dhe në dhikr, po njeriu do mund të qetësohet pak, nuk ka asnjë problemi, derisa të vijë akşami. Mas akşamit nisen drejt Muzdelifes. Në Muzdelife falin akşamin dhe yatsin dhe rrin deri në mëngjes. Falin dhe sabahun, presin lindjen e diellit, bëjnë dua dhe mas lindjes diellit nisen drejt Minas. Dhe kjo është ajo që duhet vepruar dhe duhet bërë. Ka prej mëdhëbeve që këto e konsiderojnë shtyllë për shtyllave të haxhit, ka prej mëdhëbeve që e konsiderojnë vajib për vajibeve të haxhit, dhe ka prej mëdhëbeve që thonë duhet me kalu dhe qëndrimi është vajib. Domethënë vajtja, kalimi është sunet, qëndrimi është vajib. E rëndësishme. Dhe mos t'i marrin institucionet fetare haxhit t'i çojnë mas akşam dhe yatsis direkt në për çadra apo në për hotele. Sepse ka institucione fetare dhe organizatorë të haxhit që i marrin haxhit nga Muzdelifeja, falin akşam dhe yatsin, i hypin në autobusa para mesnate dhe i çojnë në për hotele. Pastaj vinë nga dreka gjujnë gurët, duke i gjëmuar gjithmonë qylit dhe duke i gjëmuar gjithmonë asaj që është më e lira dhe asaj që s'ka dhimbje koke. Ndërsa e vërteta dhe që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është qëndrimi në Muzdelife, falet akşam dhe yatsia, rrihet deri në sabah dhe pastaj falet 2 rekatshi mas lindjes diellit, dita që gjithë muslimanët kanë Bajram, ndërsa haxhit kanë ditën e tyre më të lodhshme, që është dita e 10 Arafatit. Pra 8 dita më e lodhshme e haxhiut. 8 në Mina, 9 në Arafat, 10 dita më e lodhshme e haxhiut. Ditën e 10 nga Muzdelifeja në Mina, çfarë bën haxhiu? Bën gurët, gjun gurët, 7 gurë. Pastaj run kokën. Pastaj bën kurbanin, pastaj bën tawafin dhe sa'in.
Nëse e prish renditjen, nuk ka asnjë lloj problemi. Ifal wala haraj. Bëj se s'ka gjë. Mund shkoj direkt në Qabe, të bëj tavafin, sajin, të shkoj në hotel, të lahet. Në momentin që ka gjujt gurët nga Minaja, ka shku në Qabe, i ka bot 2 punë nga 4 punë, i lejohet të heqë rrobat. Mendimi më i saktë është që nëse bën 2 punë nga 4 punët e asaj dite, mund t'i heqësh rrobat e ihramit dhe të veshësh rrobat normale. Pra nëse a gjun gurët, për shembull, dhe shkon bën tavafin apo sajin, ose gjun gurët dhe rrun apo qet flokët, i lejohet t'i heqë rrobat e ihramit, dhe në momentin që heq rrobat e ihramit, i lejohet, pastrohet, lahet, parfumoset, veshë rrobat e zakonshme dhe pastaj të plotësoj punët e mbetura. Dhe ka tolerancë për gjuajtjen e gurëve deri mas akşamit, deri mas jacie, deri në sabah. Sepse në ditët e haxhit ka tolerancë për sa i përket zhvendosjes së natës. Jo siç është nata në të gjitha adhurimet e tjera në Islam, që fillon me perëndimin e diellit, në haxh vazhdon nata dhe mas perëndimit të diellit, mendimin më të saktë të dietarëve. Ka ardhur dikush tek pejgamberi sa dhe i tha gjujta mas i perëndoi dielli. Gjujta mas i perëndoi dielli. Tha ifal wala haraj, s'ka gjë. Në rregull është. Pastaj haxhit duhet kthehen në Mina. Është vajxhib në mendimin e shumicës së dietarëve të Islamit. Kthimin në Mina dhe fletja dhe netja në çadra. Nëse nuk ka mundësi njeriu me në gjithë natën, të paktën 3 gjysmën, edhe pak më shumë se gjysma, që të marrë emrin e gjithë natës. Rrin çadra, pastaj shkon gjun gurët, pastaj mund të qetësohet, pastaj vjen çadra e rëndësishme, kështu vepron edhe 2 ditë të tjera. Tek Muzdalifeja ka tolerancë që me ik mas mesnatë gratë, të smurët, pleqt dhe shoqëruesit e tyre. Nëse grupi detyrohet për shkak të këtyne të ikin, sepse s'ka më autobuza, thot ai rregullatori, që po nuk me që keni ju, thot ai 50 gra që janë pafuqishme, 30 burra pleq, ne do të asillim gjithë autobuzat për shembull dhe themi 1 natës. Përgjigja, lejohet në këtë rast kur s'ka zgjidhje tjetër që me ikë gjithë, se s'është zgjidhje në dorën e njeriut. Por prapë unë them, ata që janë fuqishëm të rinë. Po s'ka më autobuza, rrasë janë komo për idheut. As si problem s'ka me nga Muzdalifeja në Mina. Ku ka më mirë se me u lodh për hatër të Zotit. Me u lodh se duke zbatuar një sunet, le të themi mendimi më i thjesht ndër mendimet e Islamit. Po lodhesh dhe po të bin kom ta ditë se duke zbatuar një sunet pejgamberit alayhis salatu wasalam. Çfarë problemi ka? Ky lloj suneti nuk bëhet 2 herë në jetë, 3 herë në jetë, 5 herë në jetë. Haxhi 1 herë në jetë bëhet. Edhe të tolerosh për këto gjëra, nuk duhet toleroj haxhiu. Do të thoshti po çfarë bëjmë ne s'kemi gjë në dorë se organizatorët. Gjunahet e kësaj pune i morin ata të cilët nuk i japin hakun haxhit. Haxhit nuk kanë faj, vallahi bilaj, për Zotin. Unë e di që shumë prej tyre kjo fjalë nuk do të pëlqej, do t'ju ngeli hatri, do të marrin qendrim, do të më përfolin dhe do të më përgojojnë, pas manin fare kur i thon, pasha Allahun, as du me ja dit fare. Hiç. Ipni hakun haxhive se jeni duke ju marr parët, halal i paçi parët, po ipni hakun haxhive me zbatu sunetet, me zbatu gjonat, ashtu siç duhet. Sepse është haku dhe djersa aty në dhe duhet zbatu ky sunet siç duhet, edhe në mendimin që është sunet. Kthimin Mina është vajxhib, po ka një mendim që thotë është sunet. Edhe në mendimin që është sunet, është mirë me e bë. Elhamdulillah, komuniteti musliman shqiptar i lën haxhit e lirë. Kush do më shkon çadra, shkon. Elhamdulillah. Një traditë e mrekullueshme. Zoti i shpërblet, vallahi bilaj, për Zotin. Vallahi bilaj, haxhit janë të lirë. Kush e shef veten që shkon rrin hotel, e kush don më kthyn çadra, i ka çadrat e pranotuara. Kush do më ra qylit, ra atlikut, e shkon me gjujt gurët edhe rrin në hotel prap, kjo është problemi i tij.
Po unë flas për organizatorët e tjerë, cilët nuk e njohin fare termin Mina në punë të haxhit. Nuk e njohin fare, se ekziston. Në punë të haxhiut Minaja s'është askund. I lejnë hotel, i mojnë tuf, gjuajnë gurët, i çojnë tuf nga gurët në hotel. Tuf, tufa, zerdeli. Kështu që ditën e dytë gjuhen 3 shtyllat me nga 7 gur, ditën e tretë gjuhen 3 shtyllat me nga 7 gur, kur gjuhet shtylla e parë kalohet djathtas dhe bëhet dua, drejtuar Qabes, kur gjuhet shtylla e dytë kalohet majtas, drejtohen Qabes dhe bëjnë dua, kur gjuhet e treta nuk bëjnë dua. Kjo bëhet edhe ditën e dytë. Pra, 8 Mina, 9 Arafat. Tu e këdhije 9 dhe e 10 Muzdelife. E 10 gurët, qethja, ruajtja, kurbani, tawafi sa'i, pastaj kthimi në Mina. 11 gjutja e gurëve, 21, 7, ndërsa ditën e parë kemi vetëm 7 gurë. Ditën e parë vetëm 7 gurë, ditën e dytë 7, ditën e tretë 7. Këtu pastaj vjen lehtësimi. Femen ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayh, wa man ta'akhkhara fala ithma alayh. Kush rrin 2 ditë e ngutet, s'ka mëkat për të, thot Zoti në Kur'an. E kush e bën 3 ditë, për të s'ka mëkat. Vetë pejgamberi sa sem ka ne 3 ditë. Unë këtë e këshilloj për çdo haxhi që e bën haxhin për herë të parë. 3 ditë atje, s'ka problem. Dita e tretë atje pothuajse ngrihen çadrat, ngrihen tape, s'ka problem. Rrjedh vëlla për hatër të Zotit. Mos na shif neve për shembull që kena bë haxh gjithë këto kohë, edhe ditën e tretë ikim, po e them tamam, për hatër të Zotit, vallahi billah. Mos na shif neve që kena bë haxhin ku dish sa herë dhe rrim 2 ditë e hikim pastaj. Ti rrjedh vëlla. Se nuk dihet a vjen mo, nuk dihet atje të bë mundësi, nuk është se është 600 euro e hik prap vitin tjetër. Për shembull, këtë vit ka qenë 6400 euro. Këtu gjej robi 6400 euro me bë haxh vëlla. Kështu që hipja hakun, rri dhe ditën e tretë, gjuj gurët dhe ditën e tretë, pastaj hajde në hotel. Hoteli aty është nuk lun. Është e sigurt 100% që hoteli nuk lun prej vendit. Aty është. Hajde pastaj në hotel, lau, pastrou, rregullou, edhe e ke kry haxhin. Kur të nisësh pastaj ose nga Mekka në Medinë, ose nga Mekka për shtëpitate, kur thonë ato, për shembull, autobusin orën kaq, tawafi lamtumirës bëhet i organizuar ca orë përpara, në mënyrë që haxhit të jenë afër hotelit, të jenë afër çantave dhe autobusave, edhe me kaq kryhet haxhi. Zoti shpërbleft personin që ka bërë pyetjen se haxhi është shumë i thjeshtë. Për atë që do me zbatu, për atë që ikën me njet, që do me i dhonë hakun haxhit, haxhi është shumë i thjeshtë dhe është shumë i lehtë. Kështu që ai që shkon për haxh nuk duhet kërkojë rehatlik. Ai që shkon për haxh nuk duhet kërkojë lehtësim. Ai që shkon për haxh duhet i japi hakun, sepse i thon me u pastru nga të gjitha gjunahet. I thon me u garantu xheneti. I thon me u kthy si dita që e ka lindur nëna, a nuk e le vërtet o vëllezër që njeriu jo 3 ditë, po 7 ditë sikur të ishte me nejt atë ja vlen. S'ka si haxhi, nuk ka dhurim fen ton si haxhi. Agjërim mund bësh kudo në botë, namaz mund bësh kudo në botë, dhikr mund bësh kudo në botë, Kur'an mund bësh kudo në botë, sadaka mund bësh kudo në botë. Haxhi nuk bëhet vetëm sa atje. Kështu që Zoti i rujt haxhit edhe i nimoft dhe ju dhon Allahu suksesin më të madh për t'i dhon hakun haxhit. Pyesni çfarë është më e mira. Pyesni çfarë është syneti që ta zbatojmë. Mos pyesni a kam obligim. Thuaj cili është syneti, se nuk dihet a vim mon haxh. E nëse ata që merren me punë të haxhit nuk ta ofrojnë mundësinë, ti, vëlla im dhe motra ime, mos u vën siklet, mos u streso, mos u brengos,
se ka Allahu ti je në rregull. Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër përveç tij, kush dëshiron ta bëjë haxhin ashtu siç duhet, dhe nuk i ofrohet mundësia, dhe nuk ka mundësi, nuk orientohet do se dikush mund t'i thosh Allah iket vëlla vet atje, gjej çadër, po dikush orientohet vëlla. Ai humet vjen në Shqipni javë para ditës Kiametit, derisa gjej rrugën. S'mund t'i thosh njeriu kështu. Ama kush nuk ka mundësi, ai është në rregull dhe gjunafët i morin përsipër ata të cilët i morin parët e s'u japin hakun.